në të kaluamën. Sa i përket instituteve, OEQ-ve, ne kemi një institut që ka bëj për krime luftën në Kosovë. I cili në esencë është riformuar para 3-4 vite. Pra Kurxher është riformuar. Kurxher është rikrijuar nga fillimi. Kam informacione që është duke punuar, tu mbledh evidenca. Po, ka. Pra, e rëndësishme është që shteti të investojë në institute të tilla në të cilën këta duhet me kryer punën, sepse nuk ka mekanizma të tjerë që mund të bëjnë e gjë të tillë. E çuditshme është, natyrisht, edhe për mua besoj edhe për gjithë kolegët tjerë, mungesa e një muzeu për krimet e luftës në Kosovë, mungesa e një përmeni edhe për çështjet e fëmijëve, po unë po flas në tërësi sot kur një huj vjen në Kosovë dhe i tregon për luftën që ka ndodhur, e ki probleme me dërgu dikon me kuptu se çka ka ndodhur. Pra, duhet t'i drejtohemi natyrisht prekazit që është pjesa përgjithshme aty, por në esencë nuk ka mekanizëm i cili e shpërfaq ato çka duhet. Secili shtet që ka kaluar në viktimat nuk kanë dëshirë të identifikohen menjëherë me. Jo, muzeun shteti e bën muzeun. Shteti do ta bëjë. Ka lidhje, nuk identifikon të viktimat individualisht. Jo, nuk është shoqëritë që dalin të viktimizuara nga një konflikt refuzojnë për 3-4 dekadat e para ku tregon luftën, ku tregon viktimizimin, sepse kemi pak nevojë për triumfalizëm. Nuk është viktimizim me tregu që dikush ka bërë gabim, ajo është.